Dogana e parë dhe e vetme në qarkun Dibër për ta lidhur me Maqedoninë e Veriut ka qenë ajo në fshatin Miresh, ku lidhej direkt me Dibrën e Madhe. Shumë dekada më parë kjo ishte pika e vetme kufitare që jo vetëm banorët e zonës së Gjoricës, por krejt Bulqizës, Dibrës e Tiranës lidheshin me Maqedoninë e Veriut nëpërmjet kësaj pike kufitare. Banorët e fshatit Miresh në njësinë administrative ostren të Bashkisë Bulqizë kërkojnë me ngulm që kjo dogan të rihapet. Kryetari i fshatit Miresh Hajrullah Shira thot se afërsia me Dibrën e Madhe e bën të domosdoshme rihapjen e kësaj pike doganore. I të njëjtit mendim është edhe banori Munir Veliaj, i cili shton se me rihapjen e kësaj dogane, zona merr me shumë zhvillim. Kjo dogan është dogan më e vjetër që ka punuar në kohën e Zogut, edhe këtu ka qenë dogana përpara. Gjithë fshatrat, edhe fshatrat që 7-8 fshatra vishin edhe boshin pazarin në Dibrën e Madhe. Nga Tërbishtje, nga Ostreni Mathe, gjithë. Kjo dogana është që lidhë Shqipëria me Maqedoninë. Pra ne mirë është dhe e kërkojmë që kjo dogan të hapet, se këtu ka qenë. Tash edhe rruga Gjizma është e asfaltuar, edhe kjo është dogan e domosdoshme për këtë zonë këtej. Kjo dogan ka qenë, ka ekzistu. Ka qenë qish herët këtu, nuk ka pas dogan as në Maqellar, as në Trebisht. Këtë dogan ka qenë për të hapë këtu, po politika e qenë në Trebisht. Këtu prindrit tanë kaloshin ke kjo, jo vetëm prindrit. Vishin nga Zërçani, nga Maqellara, nga Çerneci, Gjoric, Ostren, e gjithë këtu kam pas kalu. Të gjithë, s'ka pas dogan, këtu ka pas kalu kromi. Prej këtu, 500 metre deri ke asfalti atine këtu nëllët. 500 metre është. Këtu është 200 metre, ke ne që ka pasë. Këtu ka pas qenë nga Mireshi, kjo nana e këti krye plakut, ka qenë kontrollore për gra këtu. Sepse nuk e hapin, këtë nuk e di. Po i kemi bot disa herë thirrje shtetit atyre. Unë kam kontaktu edhe me atë ish kryetarin e Dibrës Madhe, Argëtim Fiden. Edhe a i tha unë kam qenë 2-3 herë tha këtu dhe kam bë me këmgullje që të hapet dogana në Miresh. Pse nuk e hapin nuk e di. Ura me hark mbi të cilin kalonin makina apo këmbësorët ka rënë prej dëmtimin nga persona të papërgjegjshëm. Sipas kryetarit të fshatit, ajo është dëmtuar nga persona që kërkojnë përflorim. Urën e kanë dëmtuar, po rregullohet. E kanë dëmtuar për të gjetë flori, joja se pas ka flori ura. Si përfundim, urën e prishin. Por rruga është e gatshme. Po të ketë një pastrim, rruga është shumë e gatshme. E hapur. Nuk do një investim shumë madh. Unë që ditëm kush i kalon këtë flori këtu, një pa kush i la për këto të morin florit. Po ishte e shemen qatë urë, bun qatë dame, se kjo ka qenë të urë me këtë bëmën me qemere, me ashtu, urë që... Banorët e fshatit Miresh shpresojnë që një ditë kjo dogan do të rihapet siç ka qenë historikisht në fillimet e saj kur është ndërtuar.